Po i nderuar, duhet të informoj gjithë publikun që situata siç e shikoni edhe vetë është shumë e agravuar dhe kjo jo pa shkak, sepse kallëzimi lidhje me Fatmir Shpezën është bërë që para një muaji dhe nga ana e prokurisë posaçme nuk ka ende asnjë reagim. Kjo është një situatë pa tolerueshme. Nëse i referohemi këtu për sa i përket dosjes që prokuroria duhet të marrë iniciativën e vet për të bërë hetimet e veta, është jo më shumë se 2 fashikuj, çka në një punë është shumë pak për të vendosur një farë drejtësie dhe për të vërtetuar pretendimet që ka këta si banor kanë. Pra problematika nuk vjen kot sepse këta banor kanë që të vinë këtu do të protestojnë, por vjen si pasojë e mosreagimit të institucioneve. Ne kemi ardhur disa herë, është më saktë herë e tretë dhe sot ishim përsëri këtu. Përsëri na përcollën në një mënyrë që do gjejmë një moment caktuar, pra nuk kemi kohë dhe nuk e kuptoj që dhe thjesht sikur mos kishte fare kallëzim, vetë ndihmimi i gjithë këtyre banorëve, shqetësimi i gjithë këtyre banorëve që tashmë siç e vërtetoni nuk ka më vetëm banorë të zonës së Rjollit, por janë të shpërndarë nga gjithë Shqipëria, tregon që kjo është një problematikë që nuk lidhet thjesht me situatën konkrete. Dhe është detyrimi i këtij organi që minimalisht të dëgjojë një herë këta banor në vetë parë për të kuptuar se cili është problemi real i tyre. Pavarësisht që ka nevojë për të bërë shumë hetime, shumë veprime, të cilat konsistojnë në një dhe në vetëm një. Është e drejta e pronës tyre, të cilën e kanë të trashëguar prej familjarëve të tyre të mëparshëm dhe kushtesi nuk mund të rinë sepse nëse atyre ju merr pronën nuk e marr jetën.